ndërkohë që Edi Rama tha ju keni Ogerta Manastirliu, dhe ajo ka punuar që nga dita e parë që u tha emri saj pavarësisht që anulluar në zgjedhjet e Tiranë, Erion Braçe punon si të jetë kryetari i këshilltarëve demokrat në Bashkinë e Tiranës. Shkon ku është Puseta, shkon ku është Kanali, ku është Betonierja, ku ka një qendër e ke përdit Erion Braçen në terren. Në terren dhe ka shpallur, ka thënë, "Unë jam kryetari kandidat për Bashkinë e Tiranës." Që do të thotë, duket se kjo vega është dobësuar, pra duhet shtrëngu dhe i herë. E kam fuqin për ta shtrënguar në këtë moment? Puna është, shiko, në qoftë se djajt janë fuqizuar, aq sa duhet, ka shumë mundësi që të kenë një dhuratë Partia Demokratike se ta çajnë ata rreckën vetë. Më duket sikur me gjithë nuhatjen politike që ka Sali Berisha e ngacmon këtë plak të socialistëve, pra edhe sot dolin në sallën e parlamentit nga foltorja dhe bëri sërish replika me zonjën Spiropali. Patjetër, është kapital për të dhe përpiqet që ta nxjisë është që të nxjerrë më shumë zonjën Spiropali. Patjetër, intereson dhe nëse deri më sot gjithë kemi pasur gjithë vëmendjen e kemi pasur të stacionuar të opozita dhe brenda saj për te problematikave që ka ndodhur në qeveri. Ne kemi pasur 5 vjet të zhvillime në Partinë Demokratike, Vula, jo përjashtua, pastaj su përjashtua, pastaj erdhi, pastaj erdhi në Ngrata, 8 janari. Kemi pasur të gjithë vëmendjen e kemi pasur stacionuar Partinë Demokratike. Kjo është një lëvizje me mend, mendoj, që po përpiqet ta orientojë diku tjetër, në kampin tjetër. Por, gjithsesi, mendoj që asnjë prej aktorëve të Partisë Socialiste nuk është i aftë që të kthehet në faktor në kushtet që është Partia Socialiste sot. Unë këtë opinion personal kam. Në fakt, nuk jam me atë linjë, sepse nëse ne do të kishim një kryeministër normal, absolutisht që do të shpërbëhej, por kemi një kryeministër që e gjithë Shqipërinë e vendosë në lëvizje nëse ka një zë të kundërt, sepse i kujtohet viti 2003, kur dolin pa partia ose Lëvizja Socialiste për Integrim, se çfarë dëmi i shkaktoi Partia Socialiste. Dhe po ta shohësh, ai përdor gjitha këto instrumenta, po themi ndaj çdo personi. Pra, mjafton qoftë një person, edhe Spiropali, edhe Gjafaj, edhe Braçe, apo kush do qoftë ai, nëse do të krijonte një parti, absolutisht do të ishte jo vetëm lëvizje, edhe një parti, sepse ajo është frika. Nëse do krijonte një parti, po kush do e thot që do të ishte varmise për këtë qeveri. Se ky ka përdorur dhe njerë po themi vetëm këto instrumentat tjerë antiligjor ndaj çdo zëri kundër. Ndaj është i friksuar deri në palc ndaj çdo personi që mundet jo vetëm që të krijojë lëvizje, por nëse do të krijonte një parti politike. Mund të shkojë deri në nivelin e krijimit të partisë nëse Rama do i përjashtonte? Po nuk është për ta përjashtuar si gjë të partisë ose një fraksioni brenda partie, themi, po Rama është një skemagji politik, të themi, dhe e keqa e ardhur nëpërmjet Ramës, nuk ka qenë Rama vetë, po ka qenë ata që sollën pushtet. Një më vjen keq, po zoti Meta ka bërë gabimin e jetës duke i dhënë atë dorën në thonjza në 2013 për ta sjellën pushtet. Se vulosi dhe fatin vulosi fatin e vetë politik në këtë moment, ndodhet, të themi, i marrë, i rrëmbyer nga struktura me kapuç, i përçmuar nëpërmjet mënyrës banditeske që i bëri Rama, thuhet që ka qenë ai vetë që ka dashur ta shifte në atë mënyrë, dhe tani vuan pasojat e këtij liliputit të vetë që e ka çuar dhe e ka bërë general të një të themi të nënshtruar. Na ka nënshtruar të gjithëve dhe mendoj që vetë krisja, kështu si thonë dhe parafolësit, do vi vetë nga Partia Socialiste, do vi vetë nga struktura, të themi, të qefmbetura, të themi edhe persona me peshë në këtë parti. Për falë i gjithë vogël, statistikisht, jam duke e parë, edhe për shkak të emisionit tim, konstatimet, qëndrimet, deklaratat e Erion Braçes
përputhen ditë më ditë me të Arlind Qorit. Kam i frikë se mos ndoshta ata të dy, në një moment saktuar, mund të bëjnë në një lëvizje parlament. Shikoni ditë mbas dite, merrin në rreshtoni një muaj. Çfarë ka thënë Arlind Qori? Ka thënë një ditë parë ose ditë mbrapa Erion Braçe. Unë, për shumë po mendoj, në qoftë se Ilir Meta nuk do ishte brenda në qeli, do ishte jashtë. Mundet ai zërat e pakënaqur brenda, se në thelb pavarësisht bashkëpunimit me Partinë Demokratike e Ngeleti Majt, mundet ai të pakënaqurit brenda Partisë Socialiste ti merte në Partinë e Lirisë për t'i fushis, nuk i shkon. Partia Socialiste, unë kam një qasje tjetër ndoshta për shkak të përvojës time të gjatë, edhe si gazetar edhe politik. Po, sepse ndoshta është një koncept më perëndimor, ideja që po, mund dalin të bëjmë parti tjetër. Socialistët janë super fanatik. Ti mund dalësh kokër nga Partia Socialiste, po kur grup? Partia Demokratike është ndryshe. Në dalë grupe janë bashkuar, pastaj janë... Petro Koçi e krijoi PSV 91-shin. Ilir Meta nga ajo doli. Ilir Meta krijoi në rrethana të caktuara. Po dhe ky. Dhe Ilir Meta ishte një peshë jashtëzakonshme. Dhe Ilir Meta ka krijuar në kohën e Fatos Nanos, kur Fatos Nano kishte marrë një goxha ngarkesë negative nga vetë socialistët. Atëherë janë ndarë. Petro Koçi nuk është ndonjë parti, me gjithë respektin që kam për Petro, nuk është ndonjë parti që ka diktuar politikën shqiptare. Dakor, po u shkëput, krijoi një... Ndërkohë që po them një gjë, që PD-ja që doli nga PD-ja, ishte parti e rëndësishme, Aleanca Demokratike ishte, pra PD-ja ka nxjerrë grupime dhe ka prodhuar dhe grupime mbrapa, siç edhe i ka absorbuar. Kurse Partia Socialiste ka unitetin, Partia Socialiste, Edi Rama po dali grup vete për ashtu. Një person, vetëm një person ta krijojë parti politike, ti është i sigurt që më shumë se sa 30 apo 40% e Partisë Socialiste do shkonin tek ai. Po pse nuk shkojnë më Xhelal? Ja ke Arlind Qorin, e ke marksist. Pse nuk shkojnë tek Arlindi? Djalë pozitiv është me ideologji. Pse nuk shkojnë? Ato do shkojnë te një Arlind që është strukturë. Po strukturën e qytet tradhtar. Ka i thonë akoma Sali Berisha tradhtar. Ja, dhe kjo do ishte një ide. Pse nuk dohet të mbështesin Spiropalin? Tani, grupimi aty, se për te ndryshimeve që janë bërë, grupimi më i fortë Partinë Socialiste mbetet ai Ballukut. Patjetër. U demonstrua dhe para disa ditësh. Patjetër, edhe i dukshëm edhe i padukshëm. U demonstrua. Kështu që për sa kohë jemi në këto kushte që mbetet faktor që nuk i lë cop askujt tjetër aty brenda Partisë Socialiste, askush nuk dënjon që të ngrej kokën duke parë forcën dhe fuqinë e saj. Shembulli ishte Elisa Spiropali.